Në mjediset e bibliotekës Thimi Mitko në Korçë u hap ekspozita Gjurmë të fëmirisë së shkuar, një udhëtim nostalgjik i sjell nga koleksionisti Arben Trebicka. Prej vitesh ai ka krijuar dhe mbledhur lodra artefakte të periudhës para viteve 90, duke sjellë në këtë ekspozitë kujtime të brezave dhe lojra tradicionale që shoqëronin fëmirinë e asaj kohe. Kjo quhet ekspozita nostalgji. Është nostalgji i viteve tona. Në kohën tonë kur ishim të vegjël kemi luajtur me gjithë këto lojra që shikoni. Edhe fëmijët si shikoni po zbaviten me të njëjtat lojra që kemi luajtur një. E veçanta e kësaj ekspozite është sepse këto lojra ne i krijonin vetë. Zhvillonin dhe mendjen, zhvillonin dhe fizikun. Konteksti i kësaj ekspozite është pikërisht ky. Të shihet si një udhëtim nostalgjik në kohë për ata të cilët i kanë përjetuar, i kanë luajtur dhe i kanë krijuar madje këto lloj lodrash, dhe të shihet si një formë eksplorimi për brezat e rinj, të shihet si një lloj mundësie që dikur ne kishim për t'i krijuar vetë lodrat tona pasi ishim të detyruar nga kushtet, por njëkohësisht kjo na zhvillonte edhe krijimtarinë personale, ndërkohë që sot janë më tepër të varur nga lodrat e gatshme që ata gjejnë brezat e rinj. Dhe ndoshta do shërbej dhe si një lloj sinjalzimi apo nxitje për fëmijët e sotshëm që të krijojnë vetë lodrat e tyre. Kjo ekspozitë është një mënyrë për të rikthyer kujtesën kolektive dhe për të treguar se si brezat e kaluar e kanë përjetuar fëmirinë e tyre përmes lojrave të thjeshta, por plot me kuptim. Një ekspozitë ndryshe, pam një zhvillim ndryshe të prindërve tanë, disa lodra që nuk i kishim parë, ishin të për të vjetra dhe na bën të luajmë më shumë. Na kthyen në shumë vite më përpara se si ka qenë jeta. Është një kënaqësi shumë e madhe për të parë se lojra që bënin të parët tanë. Ekspozita është shumë e bukur dhe lojrat janë shumë mbreslënëse. Për mua është e rëndësishme që brezi ynë të mos jeti aq i fokusuar me internetin, por që ta zhvillojmë kreativitetin tonë me gjëra që mund t'ja u tregojmë shokëve nesër. Ekspozita do të qëndrojë e hapur deri në 1 tetor për t'u dhënë mundësi qytetarëve dhe vizitorëve të shijojnë nga afër lodrat, artefaktet dhe kujtimet e fëmirisë para viteve 90.